Sterilizimi i pajisjeve mjekësore ka qendër koncesionet më të diskutuara në sektorin e shëndetësisë, i dhënë privatit në vitin 2015 me një kosto për shtetin rreth 120 milion euro. Personat që firmosen marrëveshjen dhe përfituesit e saj janë aktualisht nën hetim në gjykatën e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar. Pas përfundimit të kontratës, qeveria vendosi ta rikthejë këtë shërbim në administrim shtetëror, duke krijuar një kompani të posaçme në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Në janar 2026 u themelua operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit, i cili mori në dorëzim këtë proces. Gjatë verifikimeve paraprake të punës së koncesionarit më parshëm, janë konstatuar probleme dhe mangësi të shumta, duke detyruar institucionin e ri të hapë me shpejtësi 15 tendera, kryesisht pa garë të hapur. Në total, për këto procedura pritet të shpenzohen rreth 5 milion euro. Fondet përfshin transportin e materialeve, blerjen e pajisjeve dhe veshjeve sterile, mirëmbajtje, shërbime interneti, karburant dhe nevoja të tjera operacionale. Kompania shtetërore u krijua me një kapital fillestar prej 200 milion lekësh dhe zëvendësoi koncesionarin Sani Service, i cili gjatë viteve të fundit raportonte të ardhurat të konsiderueshme nga shteti. Ndërkohë, hetimet e SPAK kanë zbuluar shkelje të shumta, përfshirë falsifikim dokumentesh dhe parregullsi në procedurat e dhënies së koncesionit. Ka gjithashtu dyshime se kostot janë fryrë për të shmangur detyrimet fiskale, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e menaxhimit të fondeve publike.